O sa keq isha dhe si që më nodhi, që më hyni më shumë ankthi, meri i robi im telefon, dhe më thot, më burri motrës me rëpë shpije. O arga, je këtore, tani morje, që kam nipin këture. Meri ditë ky burrim, a ditë që ki s'kam pas njetën time në herë ankth. Me rëpë shpije thash dhe pino i Xanax, vari kar, ishat në depresion, o vla, me rëpë shpije, o vla, hera parë njetën time. Vetëm ku merë në telefon ky burri modrës, më thot mu, qa bënë? A dhe i të mon mirë, vla. Më thot mu kam pa i ndër të keqe për ty. O qia rëpë, kër më tha ashtu e daku, me rëpë shpije. E jo, ma kuptan një shuj, qa menime në tru negative, qa gjana qia motrën. Isham paranoje daku, nuk e di që më kishë gjetë menoja së kur do më vriqin, me rëpë shpije. Mu duk dhe së kur ankë, që ishte ankë të jetës time që kam pa në jera, me rëpë shpije mu duk dhe së kur do më vriqin, se di pse. Tash me vete shia rëpë, kush do më vrasim, se si kam po në njërit në i gjë me më vrasë. A kuptan, po qa arsye, mi që po më vrasin. Po qa kam bëj, se me të vra kush do të ketë arsye, se nuk vret kush, kat. Ta TikTok-ut, ta tajnë karin. A kuptan, ta TikTok-ut me rëpë shpije për këta, e dali breket i heqin, vdek familja, dali aty, se më vrasin, karin më rojnë. A kuptan, nuk e diskutaj fare. Usha tu menu, me usha ju me i bot, shia motre, mu duk dhe sigur të më vriqinë, me rëpë shpije. Shifsha në i rëpë, me rëpë shpije mu të tash, edhe i ka në shpije, tash ja kam shia rëpë, një 2 ditë tash zdo dalë, me rëpë shpije. Zdo dalë një 2 ditë tash fare, dhe zdo dalë një 2 ditë fare, po ka koke mua peta, kupta, nuk është tashi. Edhe nuk pa të dalë një 2 ditë. Edhe nuk e di, hera parë që kam pas ankth, a i ka qenë ankthi, me i madhe jetës time, që mu duke sikur do më vriqin. Shumë ankthi keq, me rëpë shpije, shumë gjë e keqe. Ankth, a ishte ankth shia motrën, se dire. Po shta për shumë që kanë problemet forti janë da, nane, motër, nuk e di si aboni e quna, me rëpë shpije jeni të forte da, me të kërku me të vra halere, ju talë një karin, me të kërku kush me të rafësh haler, jo me të kërku me të vra, shia motër. Musë më kishin kap do të daku me më kërku me më vra, ja kam shi motër në pjellër, kush me më kap, vetëm bunkerer. Nuk tali hiqmër, as në dritare, me rëpë shpije, me haper dhe në shështur, rëpë nuk e hapi. Gjupi bukur, vaj, kena shumë lloj gjupash, ky është Moncler, janë qita masat, SML, XL, XXL dhe për Barkterra, kena gjupa dhe për Barkterra bishe, nuk kena gjupa vetëm për trupat veqen, vje Barkterri, nanë modë, ta veshi Moncler, nanë modër. S'kena ne veç për skini peca, kena dhe për qënësh? A janë për jashtë? Po, zemra vlajt. Si është bla? Moncler, shia rëp, vesh i bluze me kratë shkurtra po është, perfekt dagu. Më rëp shpije super va. Sa lek bo ky? Boca vlaj, boca. Ma ne mos ja qira. E di sa bo vlaj? A di sa bon? Do ta them çmimin. 25 euro, 20.000 lekë. E tjara, pësa i na qi ka këtë. Leja vlaj se këtu ka, i na qi. Po e them për ju njerëzit që jeni tamam, ju e dini e burri, që bleni gjupa qështu, e dini sa lekë janë që. A kuptan, ky është emitimi mo qia rëp në pjeva, a kuptan, emitim Megalux. 250. 50 maksimum, po bish, po 5.000 lekë. Bo. 220 euro, vla, i kam zirë këtu. 270 i ka gjithë Shqipëria këto. 220 i keni të mu. Monclera. Shia motrën, si është? 220.000 lekë gjumë më dagu. A kupton, me neci rëp. Monclera, i kena të gjitha llojet e ngjyrave. Masat, S, L, G, B, A, R, Q, S. 5 euro, pa më bisha, po 5 euro ti gjelas, 5 euro gjumë. 5 euro s'ble do i kafe ushko 5 euro me kohën që ka ardha, vash tja, vash 5 euro. Bisha, 220 euro e keni gjupin, kush do me blenë njoni, jo rëf do ju jap shtesh e kam vesh. Qa mas është, kush është në njoni rëf? Do t'ja jap shtesh e kam vesh unë dak. Do ja janë edhe firmen. E keni blete Megaluxi, mos rrini të ble roba në vene tjera. Ju njerëzit e mirë.
Po nën e modër, po të them, kam 3 kamiona nesër, më keni mi pa në video nesër, mos rrini tu. Bëko. Si ku është? Kjo është masa. Qia rëtë. Si sa lek boka originale, më vdekshin rëtë. $1,400. Qia motrën pjellë. Qa masë është kjo? Kjo është masa Karin pjellë. Kjo është masa... Se ka, më dha. Qa masë është, më dha? Ha? Të gëtë qa i bjerë? I bjerë medium, ha? Le nam, po nuk jam unë në bishe, nuk punoj shqicë robash, ratkari, që lash nam. Shikoj pas djathësh. Shikoj ka robash, ratkari, që lash nam. Shikoj pas djathësh. Shikoj ka etiketet. Shqicin ka, shqia rëpt, as mon klerë original si ka kështu. Qa masë është? Medium është. Masa medium quna. Moncler. Masa 2. Por, që do këtë shkujt në dhe këtu? Masa 2, në motë. Që dyshin. Që si është quna? A du tanë, super gjup më dha, më vdekshin në rëp. E di qa cilësia, se ka dhe si ky gjupi 60.000 legër. Ka dhe si ky 60-70.000 legër. Po kjo është cilësia qia familje në pjellë. Jo cilësia varikari, na kuptan? Si është? Si është? O vla, 3.000 veta, si kur 100 veta me ble, nga i gjo, 100 veta me ble, piti bëj pak logarit, kam 3.000 veta live. Do kem dhe 5 dhe 6, po themi 3 ka i sa kemi. 3.000 veta. Me bo 50 shitje. Nga 30 euro fitim, sa i bi? I 1.500 euro. Po i bie 50.000 euro në muj. A ku të në qa? Do të etësh me laps. O që në do t'jesh pjellë nënë, do të me marrë lapsin. Edhe i shkum, bam, dhe sa fitan. I bie me fitu 50.000 euro në muj, vesh me roba. Ku të nëse unë i shes me 3.000 veta ja shirë, 3 gjupa i shes tani në sekund. A ku të për nuk? Do të shifni. A ku të? 50 veta me ble. I shirë rëp në pjellë. Do të thot është 14 vjeqare poshtë. Do të thot mami jotë, Karin pjellë. A prape biznes roba shti. O vaj, po, nuk kapet biznesi me ortak, o vaj. A kuptan, nuk punohet me ortak, o bu. Kam hap me i gru, në fillim me i robin ton, dyqan, kam hap dhe me njerës tjera biznes. O vaj, puna jote juve që boni biznese me ortak, nuk bëhet, o vaj. Rëp më mirë i thu mjep në i lak borgjat i shoku, se sa me rret me ne tu hapër biznese me ortak, dago. Si është, a kuptan? Shia motrën, super gjup. Kush do me blenë njoni, a vlaj, 220.000 lek. Kontaktoni. Tu shite roba, pa ja, se nuk i shes tani, prit kur tap dyqanin. Sa kushton? 220.000 lek, vlaj, me rëp shpije. Si është? Shia motrën, gjup. 220.000 lek blek golf 2, po rrët kari ti me golfi kari, ti ka rrët kari aneti me golf 2 kare, i këna rrët kari shumë. Sa është pasari fund, ka që nënë e modrë janë nga 270, o vlaj, me rëp shpije. Nënë e modrë kënë nga 270.000 lek të gjubët, o vlaj. Më vdek familje, 270.000 lek, që u e kam portokallijun? E kam ble unë këtë, që u e keni, portokallijun nërë. Moncleri ka 3 vetë, biles kjo është me 2. A kupton dhe nuk është ky material, ky është me 1 Moncler këtu. Kuptojni skema, ky është me 2. A kupton? Po dhe ky shumë i mirë është. Gjunami, super gjup është edhe ky. Ka 3 vjet ky Moncleri. 3 vjet. Po të Monclerin e ka marrë të daka, me thënë të vërtetë.
Edhe Daka është shumë i fort për rroba, unë nuk është se po hapon dyqan rrobash dhe me thënë Daka. Daka është rrëp i fort, shumë i fort për rroba. Se me jam e hu tjetëri. Nuk është se jam tip që me thënë u jam të e punë gjasme se për meni, i fort për rroba. Aty e ka marrë të gjupin dhe është super gjup. Gjup i Dakës. Është mega gjup. Unë nuk kam, për shumë, unë nuk bëj dise e gjona me njerës që kam hangër buk, e që kam net me to, se nuk jam ajo lloj kategorie. Daka është më i suksesshmi nga gjitha bizneset shqiptare që unë kam bashkëpunu, nga butiqet që ka njerës që punojnë me rroba. Daka është një nga njerëzit më suksesshëm. Edhe unë nuk ja haj hakun dikuj që është. A kupton, dhe unë nuk hy, po mos t'ishe mirë nuk i bëhe publicitet. Por, i kam bëhe publicitet gjitha të kopa, dhe më ka pak u gjitha të korës, më kalon, e ka halal atë që ka marrë. A kupton, atë që i kam dhënë në Dakës, e ka halal, me rëp shtëpie dhe nuk jam pishman, për asnjë gjë, sepse e ka meritu bablok, se më ka dhënë lekët. A kupton, për vite me radhë, edhe kur nuk më ka thënë për shembull që mos bë reklam. Tanë në jetën e vetë, Viles më ka thënë, a keta ka ta bësh double me rëp shtëpie. E ne, nuk mund, s'kam gojë për shembull, unë nuk jam djalë që me dal tani, unë për shembull, unë do i bëj dis tyne dyqanave tjera, kupton, po nuk mund t'i bëj dot dis Dakës, se unë atje kam marrë lekë, kam marrë bukë, më ka dhënë rrogë bazë. A kupton, dhe unë tani nuk mund ta përmys kupën. Me u bët qunë që të theme, nuk jam ashtu djalim, Daka është një nga më të fortët në Shqipëri për butik rrobash, edhe halal i qoftë. Po unë jam të shit vlla për njerëzit e mi, për klientat e mi. Nuk do të thotë kjo se unë po hap dyqan edhe gjasme, Dakën e kam shoka i fortë, ai ka riskun e vetë, unë kam riskun tim, vlla. Unë jam të e hap, ta kem një dyqan për veten time, vlla, se do plakna, do bojna. Si kam, qa kam e një, ta një jetën në TikTok, valla, tu usha me miletin, për pite të t'javim një ca biznes. Kena një 6-7 biznes, edhe punojmë, hymë dhe live, hymë dhe në biznes, e gjana shu. I kena mundësi, pëse mos me i borë. Janë bërë ca varikarsa me biznese, ca barbona, që nuk kam pik truni, me biznese që i arëp në pjedhë. Jo unë, që jam pjedhë i somës, du të kisha ta në Tiranën time, po. Rotkari. Po unë kam shumë shoqëri o qunarë. €1.000. A pret për lek, thët një onë. O vaj, po nane motër pres për lek më vaj, se su po nomi, lek të kena për të marrë. A e do gjupin, kur mi jep lekët, me rëp shpije ta jap. Kur mi jep lekët? Po priti e mos ja shire rëp dhe priti e të hap dyqanin, si shive, rëp pa hap dyqanin për këbërsh. Shia, motra, më pjedh. Sa zemër mi, po ja për më vdek, për kokë denarës. Ja, po prit hap dyqanin. Sa drejtje. Po qa me i thënë, vaj? Po dhuratët për mua, ka rap të shpisa njerëz njofa bruna me më kërku krejt dhurata na diqen e rrutë, vla. A kupton? Juve që ju kam mike shok, kam manere, mos më kërkoni dhurata, vla. Sa e kam ha biznesit. Ju kam shok, ju kam vlezër, ju kam miq. Shtu si jo njof. Punë, vla. Mos i shini rëptër. Pritër dhe jerë, sa shok kam me mishu me markret nga një gjup i bi me dalë të uratares. Pritër i shif sharëp. Pritër. Në kesh gjob i bluz, i bluz ta jap. 100 veta, ka i bluz, janë 100 bluza. A kuptan di me kap lapsin qa bërë. Dhe tjesh. Po qa më bëjmë? Trajtor dyqanit. O bisha, drejtorin e ve më zemra vajt, e ve po, në Tiranë, nuk shpëto do të pa u kap me aq kamera sa kare. Ta një gjosh këtë gjë, që në Tiranë,
po deshi shteti, po deshi policia, shteti nëse do, e spardh ngjarjen. Nëse nuk do, nuk e spardh. Kështu që në Tiranë, dikur flasim, tani Edi Rama ka vënë kamera në tënë botën e Tiranës, qa është botë e Tiranës ke kamera, edhe në hale. Kështu që, po bëre një krim në Tiranë, je i kapën. Vetëm nëse nuk dun ata me të kapë, nuk të kapin. Kupton? Policia kap çaj do kari. Policia kap çdo gjë me dash. Kështu që, unë dyqanin, ti që thu do të vejnë tritolë të dyqani, e ka menu dhe këtë të shifsha motrën pjellë. Ti që më the do të vejnë tritolë të dyqani, ta qi motrën pjellë, e ka menu pjellë motrë dhe atë. E ka menu dhe e kam online. Dyqani është, por nuk të regohet ku është. Kupton? Ku është skema dyqanit, apo nuk kupton? A shpjellë sa me jam, sa e kam bo online. E kam dyqanin, po se të regoj. E kupton qa pjellë sa me. Kështu që, do ma shkarin. Ti si shka pjellin motrës. Po me ta gjetë, po i gjetën, që kanë me i bo? Që kanë me bo? Do vejnë në i gjë, do bëjnë burg. Dhe s'ka prokuror pjellë motre që ta nëzjeri mo. Pjellë motre se e nëzjerë, shkoja dit e spaku me life hap. Me rëp shpije, mu të spaku hapi life-in, edhe dale atje para spaku, dhe filloj, vape, edhe ta shifni jo. A do tani, di dhe kështu, iki të spaku, mu mrena në spak. Hap life-in edhe kërkoj kyf, them filan prokuror, filan kështu, filan ashtu, filan kështu, tak, gjithër, që kujtët ju? A kupton, të Dumani, të Altin Dumani me vrap, të Altini, më gjeni Altini, nuk merem unë në për komisariate, me shkute dhe komisariati, ku ma kari mu me shku në komisariate, të Altin Dumani, ku është Altini, me live fap atje. A kupton se qa, jam psikopatu, nuk presun as ma, edhe pasaj edhe mu po ma dha truni, nuk ka pil motra që më heq ma, a kupton, po u fiksova. Ku ta gjej dyqanin, thot njani. Anastasia, që ka gocë. Por qa e do dyqanin tjërë? Blej roba, aha. Okej, me blej roba, dakord? Ta se kje doshe dyqanin për me vënë i kalup. Kalup të mu, u bët ju me vënë tritol mu. Qia rëp në pjellë. Ju, tritol mu. Kujt për ja karaj se ta nëzirë nese dyqanin me lokacion. Vine njënit vej tritol. Më vte këta e motër, pjellë motre se e nëzirë nga burgu s'ka. A i bë. Centën burgun në kokë, shifsha motrën, po ke punë, hajde me ru me mu, jo me dyqanin tim. A kuptan, vetëm burracakat bëjnë shu punësh. Ti po ke punë, hajde me ru me mu. Ma karin mu, në qëfëse unë shem, ti shko të dyqani. Po në qëfëse unë dalë si karter, në për rrugë, si gango, dhe thëmë shiva motrën pil, atër e ti, po shkon bënë qështu gjeshës ti e legeni, jo unë. A kuptan, se jam d'akortun me ty që mund të bësh dëmë të dyqani, po shumë dikush. Por nëse nuk më kap do të mu, që unë jam shef, edhe ti shkon atje sepse nuk po më kap do dhe nga i nati se non atje. Po jo unë kur dalë si gango, dhe më jagu jam ju shiva motrat me glok dorë, pjidha motra, a kupton është tjetër gjë kjo. Kur unë keni në rrugë, edhe kur unë fshifem si legend. Unë them ju shiva motrat në pjedh, hajde një ku, shuku pjedhin e motrës jeni, hajde një burin t'ju shi motrat në pjedh. Unë nuk, po jam shef, që s'keni ku me më kap. Edhe po thoni ju po cënojmë dyqanin se s'pa e kapim do të këtë. A tu jap drejt, po ju nuk më keni si gango, kur t'ju të qojt kari, t'ju dalë t'ju dhe marrë pjedha motra, i shifsha motrat në pjedh. Empire, life. Du të më shif një herë, kështu life, qatë tipi jam. Me kuptan, a jam tipi qetë. Apo ata që më njojnë mu e din gjithë që unë
jam budall, me rëp shpije. Qa me i bëne i të fortit, qa me i bëne i gangsterit, qa me i bëne i quni me emër, e që janë fisi madhe që shtu, se s'kisha ju bërë, a kupta se s'kisha i bërë tek pu. Qa me i bëne njoni që është dikush, e s'kena qa i bëjmë atyne, me thënë vërtet. S'kisha ju bërë, bëse, a kupta. Po juve tjerve, që arrini t'u bësh shtu, rëpte e motra juve ju hajmë dhamë, juve si llogaris fare, rëpte e motra juve shkelmin fyt. Jo që ca tipa, përse dun famë.